oportunistëve gjithmonë. Cilin grup jeni ju? Unë jam në grupin e pragmatistëve. Në grupin e pragmatistëve? Më thonë, menoj që LDK-ja maturohet politikisht orë kalën proceset e tilla, edhe mendoj që leadershipi aktuali i LDK-s e ka një maturit të tillë që me kalu këtë proces politik të mbrëmshëm. Kjo është pozicioni im, edhe menoj që shumë diplomat si narrativat pozicion politike edhe të njerëzve, tash kjo drejtu edhe njerëzve të LDK-s, edhe atyre kuvendarëve të LDK-s, nuk dhe duhej me ndërtu mbi këso fluska të momentit politike, të cilat mund të jenë diku nga faktorë të ndryshëm, dhe duhej me e po stabilitetin politik LDK-s mbi të gjitha. Leadershipi aktuali i LDK-s është vu në një vot besim para disa muajsh, por me që një sistemi të tillë ekziston tash, mendoj që s'ka të keqe me shkuar në nuk ka të bëjë me insistimet e jashtme. Kjo të themi troç, kjo ka të bëjë për shkak të rezultatit